Allahu të gjithëve na don. Allahu nuk na urrejn neve, Allahu e urrejn mëkatin ton. Do të o biri Ademit, nëse gjunahet e tua janë deri në kupën e qiellit, kërkon falje se unë t'i falje. Ndoshta e urrejmë vetën për shkak të gjunave të mëdhaje. Shpeshherë ne themi, jo, kështu si thot hoxha, jo dhe se n'bona ne, shumë larg jemi ne. Ndoshta vëllezër nderuam e urrejnë vetën për shkak të gjunave. Ndoshta kemi bën gjunahe aq shumë sa që veç Allahu i din gjunahet tona. Por vëllezër nderuam, mbaj mend që këtë formulë. Dije një gjë. Allahu të gjithëve na don. Allahu nuk na urrejn neve, Allahu e urrejn mëkatin ton. Allahu e urrejn mëkatin ton, nuk na urrejn neve. Allahu nuk e don gjunahun ton, mirë po Allahu gjithëve na do. Allahu gjithëve na do, për s'ka i padrejtësive, zullumit, keqës që mund ta bëjmë. Prandaj në vëllezër nderuam, Allahu dhul Gjelal na thot në hadith kutsi, thot o biri Ademit, nëse gjunahet e tua janë deri në kupën e qiellit, kërkon falje se unë t'i falje. Kërkon falje se unë t'i falje. Allahu na fton. Prandaj vëllezër nderuam, Muhamedi alayhi salatu wassalam tha kështu: çdo njeri kur ngrihet në mëngjes e shet shpirtin e tij, ose shpirtin e tij ja shet të mirës, ose shpirtin e tij ja shet zullumit të keqës, ose bën mirë shpirti i tij, ose bën zullum pa drejtësi vetës shpirti i tij. Prandaj vëllezër nderuam, Allahu dhul Gjelal tha, Allahu nuk i bën pa drejtësi askuj, por ju i bëni pa drejtësi vetës së juaj.